Të ndëruar shikues, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të orës 23 në televizionin publik të Kosovës. Pas ditën e sotme u bë certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve që u mbajtën më 9 shkurt. 9 vota kanë qenë pro, ndërsa kundër certifikimit kanë votuar anëtarët e vetëvendosjes në Komisionin Qendror Zgjedhor, teksa merret vesh se kjo parti politike po ashtu ka parashtruar kërkesë për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit të Supremes në gjykatën kushtetuese, së bashku me kërkesën për masë të përkohshme ndaj vendimit. Në mbledhje u bë edhe zëvendësimi i 3 kandidatëve që hoqën dorë nga mandati i deputetit. Pas një procesi të gjatë, Komisioni Qendror Zgjedhor të njëjtën ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve të 9 shkurtit. Me 9 vota për e 2 kundër, KQZ e ka certifikuar këtë rezultat zgjedhor. Kundër certifikimit kanë votuar anëtarët e vetëvendosjes Sami Kurteshi e Alban Krasniqi. Të 2 anëtarët e KQZ-s thanë se nuk mund të votojnë për certifikim të një rezultati të cilin e kanë kundërshtuar dhe se pas rrëzimit nga PZAP-ja e Supremja do t'i drejtohen kushtetueses. Ne do t'i ndjekim rrugë ligjore, do t'a dërgojmë edhe në gjykatën kushtetuese me kërkesën për masë të përkohshme për mos zbatimin të kësaj pjese të votave, kështu që në këtë rast unë po informoj edhe KQZ-n edhe opinionin, se derisa të përfundojnë gjitha rrugët, mundësitë ligjore, edhe deri në gjykatën kushtetuese, unë nuk mund ta votoj certifikimin e këtyre rezultateve. Deformimi i rezultatit që vjen prej hezitimit apo refuzimit të qoftë PZAP-s, qoftë Supremes, kur faktet kanë qenë të renditura para sa lejojnë edhe aspekti edhe ligjor, po edhe procedurat administrative, përbën për mu një thirrje të hapur që këto 2 institucione i kanë bërë shkelzve të ligjit në të ardhmen, që të vazhdojnë me manipulim procesit, sepse kanë mbështetjen e tyre. Sipas rezultateve përfundimtare të certifikuara, lëvizja vetëvendosje është e para me 42.30%, PDK me 20.95%, LDK ka 18.27% dhe AK-Nisma me 7.6%. Në mbledhje u bë edhe zëvendësimi i 3 kandidatëve që hoqën dorë nga mandati i deputetit. Kësaj Gazmend Muhaxheri zëvendësohet me Arben Gashin, Imre Ahmeti me Paris Gurin dhe Bedri Hamza me Rashid Çalajn. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve përbën aktin e fundit të këtij procesi dhe fillimin e rrjedhjeve të afateve për konstituimin e institucioneve. Ligji për qeverin, i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2022, si duket ka krijuar paqartësi sa i takon ndërheqjes ose jo të qeverisë aktuale në detyrë. Pasi ka ndodhur pas ditën e sot me certifikimi rezultateve, ka qenë kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka lënë të nënkuptohet se kjo qeveri në detyrë nuk ka nevojë të dorëhiqet. Në përputhje me nenin 29 të ligjit për qeverinë e Republikës së Kosovës, mandati i secilit antar të qeverisë po ashtu përfundoi më 23 mars, bashkë me përfundimin e mandatit të qeverisë, pa pasur nevojë për aktin shtesë dhe formal të dorëheqjes prej posteve të tyre përkatëse, ka shkruar Kurti, duke theksuar se deri në zgjedhjen e qeverisë së re nga Kuvendi, qeveria aktuale do t'i ushtrojë të gjitha përgjegjësitë që i takojnë pushtetit ekzekutiv në përputhje me legjislacionin në fuqi. Por neni 26 i këtij ligji thot po ashtu se në rast se antari i qeverisë në detyrë zgjidhet deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, ai duhet të jap dorëheqje nga posti i antarit të qeverisë para ditës së certifikimit të rezultateve zgjedhore. E para certifikimit të rezultateve, KQZ-ja ju drejtua partive me një letër përmes së cilës u kujtoi ligjin për qeverinë, konkretisht nenin që parashet dorëheqjen e antarëve të ekzekutivit, të cilët i kanë siguruar votat për deputet në legjislaturën e re. Ligji për qeverinë e Kosovës ka shkaktuar paqartësi nëse qeveria në detyrë e Albin Kurtit do duhej të jepte dorëheqje para certifikimit të rezultatit zgjedhor. Neni 26 i këtij ligji thot se në rast se ndonjë antar i qeverisë në detyrë zgjidhet deputet i Kuvendit të Kosovës,
I njëjti duhet të jap dorëheqje para ditës së certifikimit të rezultateve. E në këtë rast, sipas këtij ligji, Kurti bashkë me shumicën e kabinetit të tij, deri të mërkurën në mesnat, do të duhej ti dorëzonin dorëheqjet e tyre. Mirë po njohës së fushës së drejtësisë thonë se mosdorëheqja e qeverisë nuk përbën ndonjë pasojë. Kjo pasi sipas tyre Kuvendi ka bërë gabime teknike në këtë ligj, andaj edhe nuk ka arritur ta sqarojë në mënyrë të saktë dispozitën kushtetuese. Ka kundërshtim ndërmjet dy ligjeve, ndërmjet dy dispozitave kushtetuese, nenit 66 dhe nenit 70, ku tek neni 66 thuhet që qeveria, Kuvendi ka mandat kushtetues të rregullt 4 vjeçar, në ndërkohë atje tek neni 70 thuhet se mandati i deputetit fillon me ditën e certifikimit të zgjedhjeve. Kjo dispozit e fundit është bërë copy-paste tek neni 26 e ligjit për qeverinë, gjë që nuk ka arrit me sqaruar në mënyrë të saktë. Jaka i tha se edhe ashtu qeveria në detyrë tani është e kufizuar në veprimet që ndërmerr. Me përfundimin e mandatit 4 vjeçar të qeverisë, qeveria është në detyrë, Kuvendi nuk ka mandat kushtetues, rrjedhëmisht një dispozit tashmë është e pa efektshme ose e pa zbatueshme. E para certifikimit të rezultateve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju drejtua partive me një letër përmes së cilës u akujtoi ligjin për qeverinë, konkretisht nenin që parashet dorëheqjen e anëtarëve të ekzekutivit, të cilët kanë siguruar votat për deputet në legjislaturën e re. Megjithse nuk përbën ndonjë pasojë për ekzekutivin sipas njohusit të politikës Armnor Sadiku, ministrat do duhej ta respektonin ligjin për qeverinë. Është një afat i mirë ku gjithë ministrat ta respektojnë ligjin i cili është për qeverinë, ndoshta edhe vetë kryeministri, e kundërta natyrisht që bën një shkelje, po në anën tjetër ma tepër le të themi moral pas që sa kem pa në atë ligj nuk ka ndonjë farë lloj dënimi. Certifikimi i rezultateve zgjedhore i mundson presidentes Vjosa Osmani që ta thërasë seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës brenda 30 ditëve. Ndrojmë temë. Komisioni Evropian ka nisur pagesat e para nga plani i rritjes për shtetet e Ballkanit Perëndimor, por për momentin këto mjete nuk i kanë marrë as Kosova dhe as Serbia. Ndërkohë burime mirë të informuara bëjnë të ditur se Kosova dhe Serbia do të pranojnë fondet e para financimit, por në periudha të ndryshme. Komisioni Evropian ka nisur pagesat e para nga plani i rritjes për shtetet e Ballkanit Perëndimor, por për momentin këto mjete nuk i kanë marrë as Kosova e as Serbia. Ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, këto dy shtete ka një parakusht shtesë që lidhet me procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Në kuadër të procedurës për planin e rritjes, ekziston një parakusht për Serbinë dhe Kosovën që nënkupton angazhimin konstruktiv në dialog në kontekstin e normalizimit të marrëdhënieve. Në këtë fazë, nuk mund të konfirmoj nëse ky kusht është përmbushur apo jo. Kjo do të qartësohet pasi të merret një vendim për parafinancim. Burime mirë të informuara bëjnë të ditur se Kosova dhe Serbia do të marrin fondet e parafinancimit, mirë po në periudha të ndryshme. Dialogu nuk paraqet një pengesë me që, siç merret vesh, ky parakush tashmë është vlerësuar pozitivisht si për Prishtinën, ashtu edhe për Beogradin. Serbia pritet të marrë këstin e parë në ditët në vijim, ndërsa Kosova do të mund të llogarisë në këto mjete vetëm pas formimit të institucioneve të reja, pasi ratifikimi i marrëveshjes në parlament është i domosdoshëm. Ndërkohë, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut tashmë kanë marrë fondet e parafinancimit që përbëjnë 7% të shumës totale. Kosova pritet të përfitojë mbi 880 milion euro nga plani i rritjes, ndërsa shuma e parafinancimit arrin në 56.6 milion euro. Ministria e Jashtme e Kosovës ka reaguar lidhur me kundërshtimet e Serbisë për njohjen e Kosovës nga Republika e Kenjas. Në një njoftim për medje thuhet se Ministria e Jashtme dhe Qeveria e Serbisë kanë zbuluar fytyrën e tyre të vërtet, duke e treguar sërish se nuk ka asnjë interes për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën.
Deklarata e fundit si përgjigje ndaj vendimit të sovranit të Republikës Kenjas për ta njohur Kosovën vërteton se Serbia po vazhdon fushatën e gënjeshtrave, manipulimeve dhe të propagandës kundër Kosovës, duke përdorur çdo mjet në dispozicion për ta penguar vendin ton në rrugën drejt integrimit të plot në mekanizma ndërkombëtar, thuhet ndër të tjera në njoftim. Me dëshminë e dëshmitarit 125 të prokurorisë specializuar, ka vazhduar gjykimi ndaj shkrerëve të ushtrisë të shqirimtare të Kosovës në Hag. Në seancën e cila u zhvillua e mbyllur për publikun, dëshmitari u është përgjigjur pyetjeve përmes videolidhjes. Seanca e radhës ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit mbahet të martën, ndërsa sipas prokurorisë, javën e ardhshme do të përfundojnë me intervistimin e dëshmitarëve të kësaj të fundit. 27 marsi 99-ës shënon datën kur nëna Ferdonie Qerkezi për herë të fundit kishte parë 5 anëtarët e familjes, bashkëshortin dhe 4 djemtë. Në këtë përvjetor, prezidenti Vjosa Osmani ka qëndruar në shtëpinë muze të nënës Ferdonie, ku deklaroi se dhimbja e saj është kauzë e të gjithë Kosovës. Ndërka kryeministri në detyrë Albin Kurti ka shkruar se nëna Ferdonie është simboli qëndresës sonë kombëtare dhe se dhimbja e saj është detyrimi yni që kur të mos harrojmë. Janë bërë 26 vjet nga masakra e 27 marsit 99, ndërsa Ferdonie Qerkezi, nëna që në themelet e lirisë ka gjakun e 4 djemve dhe bashkëshortit e saj, nuk i ka harruar momentet e trishta të asaj dite. Të gjatë jetoja unë bëlla, çdo ditë të unë dhe maronë. Po Zoti, fa Zoti, mi karoj të mandë, pa këtë qëndresë që më ka dhonë, edhe përjetoj sot me kujtimet e djemve e të mullit, edhe faleminderes afër me ty që më ka najtë nga të gjerë në sëtë vlau më arremi edhe vlau të qerë, edhe shoqët e shokët që më ka najtë. Por tragjedina asaj dite nuk e ka harruar as në Strete Kumnova, që po ashtu humbi djalin e saj të vetëm Albionin. Merri madh. Gjujtjet nuk ndalshin hiç. Edhe kemi ngajt mas tëve, po ata shka me thonë që kishin marrë kamionat e kishin fillu mi nga ku në për kamiona, na i shifshim krejt djemt e burrat. Tu i rëmby edhe prej asaj ora që i kanë rëmby, nuk kemi ditë mo për djemtë, për krejt marshit ku janë. Ndërkaq, në këtë përvjetor plot dhembje e mall, nën Ferdonia ka një porosi për të gjitha nënat që humben më të dashurit e tyre, e sidomos për nënat e reja. Këtë përvjetor që e thonë sa ma shumë më të forta, më majtë një kopë hapsin se na kemi. Këto a i ka që më naba gjithë për tokë edhe të nënat reja satë kanë mundësi me lindë fëmi e për mes më shujtë popullë shqiptarë. Por brenga më e madhe të gjitha nënave që humben më të dashurit e tyre, thot Ferdonie Qerkezi, mbetet mos ndëshkimin nga drejtësia i kriminalëve të luftës, të cilët kanë emër e mbi emër e që shumë prej tyre për fat të keq vazhdojnë të jetojnë të lirë. Nën përkujtesjen e kryetarit të komunës së Obiliqit, u shënua 26 vjetori rënjes 10 anëtarëve të familjes Rama, të cilët u vranë nga forcat sërbe pak ditë pasi kishin nisur bombardimet e NATO-s kundër caqeve sërbe. Familjar, miq e përfaqësues të institucioneve në një akademi përkujtuan në rënjen e 10 anëtarëve të familjes Rama nga shkabaj të Obiliqit. Dëshmorët e familjes Rama u vranë 26 vjet më parë nga forcat serbe, vetëm pak ditë pasi kishin nisur bombardimet e NATO-s kundër Serbisë. Familja Rama i dha 10 dëshmorë për lirinë e Kosovës. Ismet Halit Rama me 2 bijtë e tij, Agran dhe Albert Rama. Krijimi për liri i njerëzve të juaj është një lloj pasurie e kombit tonë e përjetshme. është një garancë e lisonë. Në 2 vite e luftime në UQB-s ka 3 momente epike të kësaj kryeje.
të frymzuar nga heroizmi Titanik e Ademi Afshari në Përkat, Ramushi në Koxhan, ndërsa Agnarama në tjetrin e saj në 27 mars 1999. Ne ju respektojmë edhe ju nderojmë të gjithë ju që keni marrë pjesë dhe që në një farë forme na zgjidhni një dhimbje e kësaj fate. Kryetari i shoqatës së dëshmorëve në Obiliq, Esat Curi, tha se sakrifica e familjes Rama është vazhdimësi e sakrificës së jasharëve. Teksa ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu theksoi rëndësinë në ecjen përpara fisnike të institucioneve për brezat pas nesh. Në nderim të terreneve, u vendosën edhe kurora lulesh pranë lapitarit të dëshmorëve të familjes Rama, të martirëve të familjes Halimi dhe të atyre Haliti. Të gjitha gjeneratat e popullit shqiptar kontribuan në lirinë e Kosovës. Kështu u shpreh kryeministri në detyrë Albin Kurti në 36 vjetorin e rënies së dëshmorit Vetim Shala nga Prizreni, i cili u vra para xhamisë së Llapit së bashku me Ismet Krasniqin, Sevdat Gjafollin, Shukria Obertincën dhe Mustaf Veselajn. Në nashes të Prizrenit është përkujtuar dëshmori marsit të vitit 1989 Vetim Shala. Si studenti asaj kohe, Vetimi bashkë me qindra shok kundërshtoi politikat serboslave për asimilimin e Kosovës. Nëna e dëshmorit Nuria është krenare që vendi pati djemë si Vetimi. Sa pajtu me kur me atë rëgjim të atynve, me shok, o vraftash, jemi pajtu edhe na inshallah që shama mia në ka ardhiria për shkak që atyne që u vranë ranë. Derdhën gjak. Për të përkujtuar jetën dhe veprën e dëshmorëve të marsit 1989, në nashet erdhi kryeministri Albin Kurti. Ai tha se të gjitha gjeneratat kontribuan në lirinë e Kosovës. Me gjakun e trejave dhe trive ton, u vendosën themelet e Republikës, e cila e ka deklaratën kushtetuese me 2 korrik 1990, çlirimin e Kosovës me 12 qershor 1999, dhe më pastaj shpalljen e pavarësisë me 17 shkurt 2008. Asnjë brez i veprimtarëve nuk duhet t'i harroj brezët e tjerë të veprimtarëve. Daja i dëshmorit Nezir Gjoxhaj tha se marset në familjen e tyre janë të dhimbshme dhe krenare. Ne 36 vite kemi pasur dhembje, por natyrisht që kemi pasur edhe krenari shumë më tepër se sa që kemi pas dhembjen. Vetimi me angazhimin, guximin dhe vendosmërinë e tij tregoi se për të më e bukur ishte vdekja për liri se sa jeta në robëri. Më 27 mars të vitit 89, kur rinia studentore ndodhej në balë të protestave gjithpopullore, u vran para xhamisë së Llapit në Prishtinë Ismet Krasniqi, Vetim Shala, Sevdat Gjafolli, Shukrie Obertinca dhe Mustaf Veselaj. Qeveria në detyrë e Kosovës ka lansuar pilotimin e shërbimeve të integruara për ngjarjen jetësore të lindjes së fëmijës, që ka për qëllim thjeshtimin e procedurave dhe rritjen e cilësisë të shërbimeve për qytetarët. Një nga objektivat kryesore të këtij projekti është që të mundësohet një qasje më e shpejtë dhe e drejtë për qytetarët, duke ofruar gjithashtu mbështetje më të mirë për prindërit. Sa intën është bërë lansimi i pilotimi shërbimeve të integruara për ngjarjen jetësore të lindjes së fëmijës. Ky projekt i qeverisë së Kosovës dhe i mbështetur nga BE-ja e qeveria gjermane ka për qëllim thjeshtësimin e procedurave administrative për regjistrimin e lindjeve dhe të ofrojë një qasje më të lehtë për qytetarët e Kosovës. Këtu kryeministri Albin Kurti tha se kjo nism prek drejt për drejt jetën e qytetarëve e në mënyrë të veçantë të familjeve të reja, duke quajtur këtë si një kapitull të ri. Prindrit nuk kanë më nevojë të shkojnë nga një sportel në tjetrin për të kryer procedura të ndryshme. Të gjitha të dhënat e nevojshme për regjistrimin e fëmijës, për benefitet që ju takojnë, për sistemin shëndetësor e për vaksinimin, mblidhen që në spital në momentin e lindjes
dhe shpërndahen automatikisht te institucionet përkatëse. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia veçoi rëndësinë e këtij projekti për shëndetësinë vendase. Kjo platformë sotverike do të mundsojë ofrimin e shërbimeve proaktive për prindërit e ri, duke dërguar në mënyrë elektronike të dhënat e mbledhura në spital tek të gjitha institucionet përkatëse, duke shmangur kështu nevojën që prindërit të vizitojnë këto institucione për të aplikuar për këto shërbime. E shefi zyrës ZBE-s dhe ambasadorin gjerman në Kosovë theksuan se kjo nismë vendos një standard të ri të qeverisjes dhe se redukton burokracinë administrative. Qytetarët me një llogarinë e Kosova do të kenë çastje në informacion të personalizuar, të përshtatur sipas nevojave të tyre, duke integruar institucionet kyçe dhe duke ofruar shërbime digjitale të personalizuara. Kjo nismë vendos një standard të ri për qeverisjen moderne të orientuar drejt qytetarëve. Reduktimi i burokracisë është një shtyllë kyçe e qeverisjes së mirë. Shumë shpesh qytetarët përballen me pengesa të panevojshme që komplikojnë çastjen në shërbime esenciale. Në mes tjerash në këtë lancim më tha se me projektet si ky, transformimi digital po kthehet në vlerë konkrete për njerëzit. Në ditën ndërkombëtare të teatrove, Ministria e Kulturës ka ndarë çmimet vjetore dhe atë për veprimtari jetësore në fushën e teatrit. Kostumografja Sam Kaferi është nderuar si vjet me çmimin kombëtar për vepër jetësore. Dhe çmimi kombëtar për vepër jetësore në fushën e teatrit për vitin 2024, Sam Kaferi. Ministri në detyrë i kulturës Hajrullah Qeku ja ndau çmimin për veprën jetësore Sam Kaferit për kontributin e saj. Çmimin për shfaqjen më të mirë i dha Teatrit Kombëtar të Kosovës me shfaqjen Martesa. Nuk lejojnë përgjigje përfundimtare, sepse teatri ekziston dhe i mbijeton kohës, falë pyetjeve të papërgjithshme. Sot jemi në momentin ceremoninë e ndarjes së çmimeve vjetore në fushën e teatrit, por kjo ditë ka dhe simbolikën e vet, dita botërore e teatrit, prandaj shfrytëzoj nga rasti që në emër të Ministrisë së Kulturës, por në emrin tim personal, të shpreh falënderimin tonë të sinqert për të gjithë ata që kontribuojnë dhe mbajnë të gjallë artin dramatik. Shfaqja Martesa e autorit Komprovish me regjisor Norbert Rakocki është një anër e një të kthyer nga lufta, ku asgjë nuk është e njëjtë, edhe ku gjithçka ka ndryshuar. Kur Norbert mi dha 7 propozime, unë pa veti shumë e zgjeva këtë vepër, edhe tash e kuptoj mirë pse. E nderuame janë se shokët e mi, po mendoj kolegët e mi më kanë vlerësu për punën teme shumë vjeçare dhe kontributin tem që e kam dhënë në fushën e kostimografisë. Çmimin për regjinë më të mirë në teatrin kombëtar e mori Erson Zymberi. Çmimin kombëtar për aktorin më të mirë i u nda Shpëtim Selmanit. Çmimi për prezantimin ndërkombëtar i u nda Qendrës Multimedia. Në ambientet e Fakultetit të Edukimit, u mbajt Olimpiada e përbashkët e Lëndës së Gjuhës Shqipe në nivel vendi ku morën pjesë 260 nxënës të klasave të nënta nga të gjitha shkollet e Kosovës. Kjo olimpiad u organizua si bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së Arsimit të Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Olimpiada e përbashkët të gjuhës shqipe është organizimi i pari këtij lloji në nivel kombëtar përmes një bashkëpunimi mes Kosovës dhe Shqipërisë. Në të njëjtën kohë, Olimpiada u mbajt edhe në Shqipëri. Sot janë përfaqësuesit nxënës së klasëve të nënta të gjitha komunave në kategorinë finale për të vazhduar pastaj me 10 prill në organizimin e Olimpiadës finale bashkë me fëmijët e Shqipërisë. Qëllimi sigurisht është motivimi i fëmijëve, nxitja e angazhimit të tyre dhe më shumë kujdes edhe mësimdhënie, siç e thatë edhe ju, të gjuhës shqipe, por mbi gjitha edhe dashuria për gjuhën shqipe. Është një vit ku kemi pas aktivitete të shumta në mbështetje të kultivimit, të ruajtjes dhe avancimit të gjuhës shqipe. Ndërsa mësimdhënësit shprehën admirimin për këtë ngjarje. Është Olimpiada e gjuhës shqipe që në Kosovë mbahet për herë të parë dhe është për të përshëndetur një ngjarje e tillë me vlera të jashtëzakonshme për gjuhën shqipe. Është niveli 3 që tani po mbahet, niveli i parë mbajt në nivel shkollash, dolin më të mirët.
Ata që donin më të mirë shkuan në nivel të komunave dhe prap u krye faza e 2 dhe tani jemi në fazën e 3 që është e parafundit për të qenë në nivel republikan. Faza finale e cila do të mbahet më 10 prill është jo vetëm një garë, por edhe një mundësi për nxënësit që t'i ndajnë eksperjenca dhe njohuritë e tyre në një skenë më të gjerë. Edhe një njoftim ka ndruar jetë në Berlin të Gjermanisë, veprimtari i çështjes kombëtare Ahmet Metaj. Ai u dallua për angazhimin e tij si organizatori i demonstratave të vitit 1981. Ahmet Metaj ishte një zë i fuqishëm i çështjes shqiptare, duke dhënë një kontribut të çmuar në periudha të rëndësishme të historisë sonë. Ishte edhe themeluesi i shkollës Shqipe Dituria në vitin 1976 dhe i klubit Bajram Curi në vitin 1981 në Berlin. Ceremonia e varrimit do të bëhet të dielën në orën 14 në fshatin Shushic e Istogut. Në samitin e tretë me radhë të quajtuar koalicioni vullnetit për ta ndihmuar ukrainasit, liderët evropian shprehen mbështetje për një ushtri të fortë të Ukrainës. Udhëheqësit evropian u zotuan të ajtën të forcojnë ushtrinë e Ukrainës, që ajo të jetë bazament i sigurisë së ardhshme në Ukrainë, ndërsa Franca dhe Britania u përpoqën të zgjerojnë mbështetjen për një forcë sigurie të huaj të planifikuar në rast të një anëpushimi me Rusinë. Në samitin që Britania dhe Franca e kanë quajtur koalicioni i vullnetit, u reflektuan gjithashtu shqetësimet e evropianëve se SBA nuk përfaqëson më një mburojë mbështetje për luftën 3 vjeçare të Ukrainës kundër pushtimit rus. Progresi në atë se çfarë roli mund të luajë Evropa në ofrimin e garancive të sigurisë në kohë paqeje, po rezulton i vështirë me perspektivën e një arpushimi të largët dhe shumë të varur nga mënyra se si Rusia përgjigjet dhe në çfarë masë SBA do të mbështeste aleatët e saj. Presidenti Volodymyr Zelensky tha se ndërtimi i forcave të armatosura të Ukrainës përmes fondeve shtesë ishte një pjesë e rëndësishme e bisedës. Një delegacion ushtarak franko-britanik do të shkojë së shpejti në Ukrainë për të shqyrtuar se si siguria e saj mund të marrë formë në planin afatgjatë. Zelensky u tha gazetarëve se ishte i inkurajuar nga premtimet e tanishme dhe për ato pas luftës, pas më shumë se 4 orësh bisedime me rreth 30 udhëheqës. Kryeministri britanik Keir Starmer, i cili është bashkënegocier me presidentin francez Emmanuel Macron, tha se udhëheqësit ishin pajtuar se Ukraina kishte nevojë për më shumë mbështetje për të qenë në pozicionin më të fortë të mundshëm për çdo proces paqeje pa dhënë detaje. Të ndruar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion lajmësh. Unë ju falenderoj për vëmendje. Bashkë mirupafshim.